Përshëndetje. Atëherë, videoja e fundit që do na duhet për sa i përket pjesës së konfirmimeve ose pjesës që ne mendojmë para se të bëjmë një entry, është pjesa e normale e psikologjisë në çarte të qirinjve. Shumë e rëndësishme si gjë, shumë e rëndësishme, kështu që mundohuni ta kuptoni këtë lloj leksioni tani. Okej, psikologjia në çarte, se kam shënuar psikologjia në çarte e qirinjve. Dhe po flasim për vetëm një moment. Dhe shkojmë çfarë duhet të bëjmë me psikologjinë në çarte të qirinjve. Fillimisht, duhet të shohim ose po e bëjmë më mirë kështu sepse duhet ta bëjmë hap pas hapi. Vetëm një moment. Duhet të shohim se çfarë po ndodh 2-3 orë para se ne të na jetë dhënë konfirmimi. Pra, duhet të shohim se çfarë po na ndodh 2-3 orë para se të na jetë dhënë konfirmimi. Pse? Sepse në momentin që kemi një qasje bullish ose bearish, pra skenar bearish dhe skenar bullish. Në momentin që duhet kemi një skenar bearish ose bullish, në ky 2-3 orë shi para të na tregojë që blerësat në këtë rast ishin bindshëm në market dhe u futën shitësat me dominancë dhe kundërta për këtë që do jetë të na tregojë që shitësat ishin bindshëm në market dhe u futën blerësat me dominancë. Pra, kjo nuk bëhet për gjë tjetër, veçse për të treguar që shiko, se ne kemi zonën këtu që është zonë supply, kemi pasur disa qirinj që kanë qenë shumë të fortë bullish, siç e treguam tek rasti më përpara, por papritur kemi një qiri të fortë bearish. Dhe nga vetë kjo çfarë duhet kuptojmë ne? Shiko se ne blerësat ishin shumë bindshëm në market 2-3 orë të para. Blerësat, vetëm një moment ta bëjmë zi, ishin shumë bindshëm në market. Po ku shkuan? Sepse po dominojnë shitësat. Ku? Pikërisht në zonën tonë supply. Kjo tregon që probabiliteti më i madh është që do shkojmë bearish.
Për kjo, do me thënë, për kaq gjë na duhet ne pjesa që të kuptojmë 2-3 orë të para se çfarë po ndodh. E njëjta gjë dhe tek do me thënë e kundërta tek pjesa e skenarit bullish. Ne do kemi qirinj të fortë bearish, po flas për skenarin që ne na duhet, një qiri të fortë bearish, zakonisht pasaj qiriu tjetër dobësohet, ja po e bëjmë me këtë rastin tjetër, sepse o kemi qirin të fortë bearish dhe më pas blersat futen, o kemi qirin bearish të fortë, qiri bearish të dobët që tregon dobësimin e blersave dhe më pas kemi qiri të fortë bullish. Dhe çfarë tregojmë në këtë rast? Shitësat, po e bëjmë me të zi, shitësat ishin bindshëm në market, më pas u dobësuan, pra leximi i qiriut më të dobët, më pas u dobësuan dhe u futën blersat bindshëm në market. Do shkojmë bullish. E njëjta gjë edhe këtu. Pra dy raste janë qiri i fort, qiri direkt bearish, qiri i fort, qiri i dobët dhe më pas qiri i fort përsëri. Pra, këto dy raste ndodhin zakonisht, ose kur kemi dominancë dhe më pas kalojmë në skajën tjetër në dominancë, ose kur kemi dominancë, kemi dobësi ose zbutje dhe më pas kalojmë në dominancë në të kundërt. E njëjta gjë edhe për pjesën këtej që unë s'po e shënoj sepse besoj kuptohet. Pra, po e bëj edhe një herë kështu që ta kemi dominancë të shitësave. Të blersave duhet ta bëj apo. Të blersave direkt dominancë të shitësave. Ose tjetra dominancë të blersave dobësi ose një qiri më i vogël bullish të blersave dhe më pas dominancë të shitësave. Të gjitha këto indikojnë, do me thënë, indikojnë një lëvizje bearish. Po ashtu po e bëjmë dhe tek skenari i lëvizjes bullish. Thjesht duhet të ndryshojmë këto. Pra, këto janë më kryesoret, si të themi. Ky është skenari kur kemi dominancë, dobësim dhe dominancë në të kundërt, po e bëjmë edhe skenarin tjetër që të jemi më se korrekt, dominancë dhe më pas dominancë në të kundërt. Dhe këto janë dy më kryesoret, që janë, do me thënë, si t'i kuptojmë ne qirind për të krijuar një logjik mbrapa skenarit ton që ne do e tregtojmë. Pra këto janë
do me thënë, nuk ka në një shkencë tjetër. Vetëm një moment, edhe këtu rasti I parë, edhe këtu është rasti I dytë, edhe këtu është rasti I dytë. Pra, komplet ky është psikologjia në çarte e qirimeve. Duke mësuar edhe këtë, ne krijojmë 3 armë të fuqishme për të tregtuar. E para, shfrytëzimi I supply dhe demand, e dyta, konfirmimi nga një strukturë që është në favorin ton, ose do me thënë një refuzimi të fortë, strong, bearish ose bullish, dhe treta, psikologjia në çarte, të kuptojmë se çfarë po ndodh para se ne të vendosim tregtin, do me thënë logjikën se çfarë po ndodh. Kjo ishte edhe kursi, ky ishte I gjithë kursi, të gjithë teknikat, të gjitha mekanizmat, gjithë logjika e menaxhimit të riskut, edhe çdo gjë tjetër. Shpresoj t'ju ndihmoj dhe të keni sa më shumë profite me këtë kurs. Mirupafshim dhe faleminderit që e ndoqët deri në fund.